Vaj ulliri e sëll ju shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Hipokrati, i njohur ndryshe si babai mjeksi, se përshkruan vajin e ullirit si lëngu terapeutik për shëndetin e njeriut. Ai rekomandohet për një sër komplikacionesh që prekin shëndetin, që nga frymëmarrja deri te problemet e imunitetit. Për këtë problem është rekomanduar gjithashtu edhe vaji i ullirit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një prej këtyre problemeve është edhe kolla, e cila është më mirë të menaxhohet me përdorimin e rregullt të vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja. Sipas të dhënave të Healthline, vaji i ullirit do të zbusë frekuencën e kollitjes duke lubrifikuar kështu fytyn dhe duke paksuar kështu edhe të kolliturën. Receta më e mirë kundër kollës që mund të përgatisni në kushte shtëpie është kjo. Vaji i ullirit përbëhet nga nivele të larta të antioksidantëve, të cilat kanë aftësi shëruese të shkatrojnë radikalet e lira dhe të forcojnë imunitetin. Nëse vuani nga kolla, ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën një luggjede vaji i ullirit çdo ditë. Rekomandohet që vaji i ullirit të përdoret me kujdes. Të vegjëlit mund të konsumojnë gjithashtu vajin e ullirit sipas nevojës së tyre. Me vajin e ullirit ju mund të përgatisni edhe një shurup të lehtë për kollën, për të zbutur kështu inflamacionet dhe për të përmirësuar ndjeshëm organizmin tuaj. Për këtë shurup duhet të ngrohni gjysmë gote vaj ulliri në një tenxhere dhe më pas të shtoni çerek gote ujë me lëngun e limonit dhe çerek gote ujë me mjaltë. Konsumoni një lugë gjelle të kësaj përbërje për çdo 2 ose 3 orë për të zbutur kështu inflamacionet dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj më mirë. Gjithashtu vajin e ullirit mund ta përdorni edhe si një ulës i inflamacioneve. Vaji i ullirit funksionon si një mënyrë efektive për të ulur inflamacionet në mënyrë efikase. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit ka efekte antiinflamatore siç mund të jenë për shembull ato që përdoren për të njëjtat arsye. Nëse kolla juaj është vërtet e fortë ose shkaktohet nga pluri, atëherë me ndihmën e vajit të ullirit mund të merrni një ndihmë më të madhe për shëndetin tuaj dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Por duhet të tregoni kujdes. Kurat natyrale për paksimin e kollës megjithse janë shumë të mira, ato nuk duhet të përdoren në mënyrë agresive, pasi mund të çorientojnë në shëndetin tuaj të tiroides dhe të krijojnë gjithashtu edhe komplikacione të tjera të imunitetit. Ndaj, nëse doni të përdorni vajin e ullirit në dietën tuaj, përdoreni atë me moderim dhe gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitimet maksimale. Një prej efekteve më pozitive në zemër dhe mrekullinë që bën në trup shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni vajin e ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja. Vaji i ullirit është një ndihmë shumë efikase për shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e intjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu skuqjen e fytyrës dhe të evitojë rrullat. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral, duke lehtësuar komplikacionet dhe duke nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Vaji i ullirit do ju ndihmojë të evitoni kilogramat e tepërt të trupit. Vaji i ullirit është një përzgjedhje shumë e mirë nxitse për organizmin. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur gjithashtu me vajin e ullirit, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provuan se konsumi i vajit të ullirit në përditshmërinë e tyre solli rezultate konkrete pozitive në shëndetin e përgjithshëm, duke evituar gjithashtu edhe një sër komplikacionesh. Ekspertët tregojnë se shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nisur ditën. Ai është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të trurit.
Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë gjithashtu edhe grumbullimin e pllakave brenda qelizave tuaja të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit. Sëmundjet më të zakonshme mendore në botë, njerëzit që pinë rregullisht gjithashtu edhe vajin e ullirit në dietën tuaj ditore, mund t'i japin një mbrojtje më të mirë për organizmin. Vaji i ullirit mund të përmirësojë shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët të vuajnë nga problemet e artritit reumatoid. Kjo mund të funksionojë më mirë kur kombinohet gjithashtu edhe me vajin e peshkut, një prej acideve më të mira yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe lehtësojnë inflamacionet e tyre, duke i siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Ai është të cilësuar si një përzgjedhje për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet në organizmin tuaj. Vaji i ullirit përmban element ushqyes që përmirësojnë shëndetin e kockave dhe lehtësojnë gjithashtu acarimet e tyre nga artriti. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të zvogëluar problemet e inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera të pasur me acide yndyrore omega 3 mund të zvogëlojë edhe problemen e shëndetit tuaj. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht nga inflamacionet. Ndaj vaji i ullirit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë gjithashtu edhe ulçra. Vaji i ullirit është provuar të jetë një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese në dietën tuaj ditore, dhe si i tillë mund të përdoret me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Ndikimi që do të merrni prej tij do të jetë i menjëhershëm dhe i fuqishëm në dobi të vlerave të shëndetit. Vaji i ullirit gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin tuaj të zorrëve. Disa lloje të bakterieve që gjenden në zorr janë më të brishta ndaj faktorëve të jashtëm ushqyes dhe kështu përdorimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të përmirësuar florën tuaj bakteriale. Vaji i ullirit i konsumuar në mënyrë të rregullt në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një nga arsyet më të mira për të marrë gjithashtu ndikimin e tij shëndetësor në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose në higjienën tuaj personale, dhe ndikimi i tij në organizëm do të jetë më i fuqishëm dhe më i plotë, duke e shndruar atë në një prej elementeve më të dobishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit në betejën kundër komplikacioneve dhe si i tillë duhet të përdoret me kujdes në vaktet tuaja ditore. Nëse konsumoni të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandaloni këto komplikacione, sëmundjet e demantinës. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të demantinës është Alzheimeri dhe rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur kështu oleokantal, që gjendet kryesisht tek përdorimi i vajit të ullirit, ka fuqi të kontrollojë edhe shëndetin e nyjeve dhe të përmirësojë organizmin tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja mund të parandalojë edhe komplikacionet e papritura në shëndet. Vetit e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira. Ndaj, pasurimi i dietës tuaj me këtë produkt natyral do të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e tij dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik që parandalon kështu edhe formimin e qelizave të dëmshme. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin dhe do të lehtësoni problematikat e tij. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në balancimin e niveleve të sheqerit dhe të lehtësojë komplikacionet, sigurisht i konsumuar në formën e tij natyrale. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë.
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.